E kishte qepur në thonjza Pirovangi, po Armal Nufi anullon tenderin 7,6 milion euro për bazën e NATO-s në Kuqov. Ministria e Mbrojtjes ka vendosur të anullojë një procedurë të rëndësishme prokurimi me vlerë 7,6 milion euro, e cila lidhej me zhvillimin e infrastrukturës në bazën ajrore të NATO-s në Kuqov. Bëhet fjalë për një tender të kufizuar të hapur më 3 nëntor 2025 dhe të klasifikuar në nivelin konfidencial, që përfshinte ndërtimin e elementeve kyçe infrastrukturës mbështetëse si rruga perimetrale e bazës, një nënkalim dhe instalimi i rrjetit fibrabe optike. Sipas të dhënave zyrtare, fondi limit i kësaj procedure arrinte 731 miliard lek ose 7,6 milion euro, duke renditur atë ndër investimet më rëndësishme në kuadër të organizimit të bazës së NATO-s në territorin shqiptar. Në dokumentin e publikuar për anullimin e procedurës, autoriteti kontraktor argumenton një tender mund të anullohet vetëm në rast kur shfaqet jashtë kontrollit të institucionit të paparashikueshme në momentin e nisjes pranimit. Vendimi sipas këtij formulimi është marrë në përputhje me parimet e barazisë. Deri tani Ministria e Mbrojtjes nuk ka dhënë detaje shtesë mbi arsyet konkrete që çuan në anullimin e procedurës, ndërsa pritet që projekti mos ndalet, por të rihapet në një fazë të mëvonshme.